Kam parë disa transformime të mrekullueshme të portreteve që vërtet ju rinoni 10 deri në 15 vjet më e re duke një mike ime që erdhi bëri një ndryshim, duke prekur disa pika sekrete të portretit dhe përsëri pamja mbetet natyrale. Less is more, që do thot brenda një ore gjysmë ne me disa prekje të vogla me asid hyaluronik të vendosura në pika të caktuara të fytyrës, të bëjmë facelifting jo kirurgjikal me një rinim të fytyrës deri 20 vite. Janë me dhjetra pacientet në 12-13 vite që unë bëj mjekësi estetike që i kam shndruar brenda një ore e gjysmë 2. Një pjesë e mirë e podcasteve mjekësore estetike që kam dëgjuar thonë që filleri migron mbas një kohe të caktuar. Cilat janë alternativat që kemi që këtë fillerin ta shkrim kur migron edhe krijon xhepa në portret? Apo si bëhet një gjë që në fillim na bën mirë, po pastaj s'na bën dhe aq mirë? Mjekësia estetike jo kirurgjikale dhe mini invazive që unë bëj në klinikën time estetike është pikërisht kjo, që ti e ke në dorë. Ti si pacient dhe unë si mjeke, të ç'bëjmë të kthejmë atë që kemi bërë. Flasim për injeksionet me acid hyaluronik. Janë të gjitha të kthyeshme sepse acidi hyaluronik shkrihet me hyaluronidaz brenda disa minutave dhe brenda disa ditëve ti je kthyer në versionin që ke qenë përpara. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.